Ndërmarrja publike në themelim ambienti pas një muaji pritet të funksionalizohet plotësisht. Tashmë kjo kompani është në përzgjedhje të stafit, ku së fundmi bordi i saj ka zgjedhur edhe drejtorin ekzekutiv Izet Rushitin. Drejtori sapo zgjedhur tha se po presin edhe rregullimin e zyreve të kësaj kompanie dhe menjëherë do të shpallin konkursin për pranim të punëtorëve. Kompania, ju e dini që në mbledhjen e fundit të seancës Kuvendit Komunal është fuqizuar një vendim cilët ju ka dhënë menaxher më herët një shoqatës veteranëve të luftës menaxhimi, është fuqizuar ai vendim dhe tash i pritet që edhe me një vendim të pushojnë nga puna këta dhe presimi që shumë shpejt posa të him në zyre të shpallmi konkursin për pranimin e një pjesë të stafit që cilët do të punojnë më herë. Rushiti nuk saktësoi numrin e punëtorëve që do të punësohen në këtë kompani. Bordi ka bërë një plan biznesi dhe ka parashikuar një numër që të jetë për menaxhimin e parkingjeve ofër 30 dhe ne posa të vendosmi do ta bëjmë një plan detaj të biznesit që ta dimë saktë se sa punëtorë do të shkojnë në secilën veprimtari se sigurisht kjo kompani ka dhe veprimtaria tjera, secilën veprimtari do ta bëjmë planin edhe të infrastrukturës përgjithshme se çka do të nevojitet. Ndërmarrja publike e ambienti do të merret me mirëmbajtjen e hapësirave publike, menaxhimin e parkingjeve publike, mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve, të përmendorëve e të tjera.